Jo që unë se kom dashur se du vdekin, se vdekja do t'jeni det. Po ma shumë e kom menu ka jeta, edhe ato lutjet e mia kanë qenë që t'jetoj, po nëse është mirë për mua t'jetoj, po nëse është keq për mua, des. Prapja me ilaçe, prapja me terapien teme që e marrin çdo transplantues, po nuk do të thotë që nuk mundesh me jetu mirë, unë jetoj një jetë qetë, një jetë lumtur, asnjëherë mos u dorëzoj. Kjo është moto, apo si me quajtë unë, çdo herë kam në krye që mbështetja në Zot që mos dorëzohesh. Po te na, unë edhe e kom thonë më herët në intervistën për televizione të tjera, nëse sot dhe ki ditëlindjen, apo një ditë e ki ditëlindjen shumë ofër, ditëlindjen tonë shkon njerë bani analiza, sidomos për i moshës 30 vjeçare dhe shko bani analizat edhe mere nëse inshallah dalin, a çdo herë shpresoj edhe besoj se të cilit kam qef një dalë mirë, analizat, me ta merë një tortë, në shkan ta feston, që janë festim të familja që janë shëndetshëm. Po edhe të fëmijët tonë shamëll, ti kanë kontrollat pak, më shpeshta se kjo pjesë që tani dikur nuk mundesh me ndalu ashtë që kanë ndalan shemë mbrana një vite, një herë në vit, një bëhe analizat, apo me shku një konsult e mjeku edhe... Se mund më bëvonë, veç t'i ku po edhe... Kështu që edhe kjo është një... Do thamë që pasi e thellë ti që kam pas probleme me shëndetin edhe sot jo që unë nina mirë edhe po prapja me ilaçe, prapja me terapien teme që e marrin çdo transplantues, po nuk do të thotë që nuk mundesh me jetu mirë, unë jetoj një jetë qetë, një jetë lumtur, një jetë se më vartë edhe jetën që e merr atë njeri, po nuk ka shërim që s'ka smundje përpas vdekjes. Unë nuk e kom dash vdekjen, po e kom zgjedh jetën. Jo që unë se kom dashur se du vdekin, se vdekja do t'jeni det. Po ma shumë e kom menu ka jeta, edhe ato lutjet e mia kanë qenë që t'jetoj, po nëse është mirë për mua t'jetoj, po nëse është keq për mua, des. Kështu që mësimin më të mirë, hajde se dush mësimin më të mirë që ta ka jep jeta këtë këto vite, sa vjet i ki, s'po t'regojnë, as për bojnë publike, po dhe në këto momente. Edhe që e thash ma herët. E them duket pas kamerave. Po du me ditë, mësimin, më të madh që ke marrë për jetës, një frazë që me përfundu që të mision, çka ke mujt me nxjerr kështu prej... Une, thash që sfidat, përvojat mia, thash që nuk është letë me jetu me një ish burgosur politik edhe një njeri që s'ndalet asnjëherë gjatë ilegales të asaj kohe para luftës, gjatë luftës, edhe mas luftës, edhe sot që i kom përjetu shumë gjona, më thonë drejten, kom pas edhe të pasuria që kam dështu, edhe kom të shëndetje të gjitha, po asnjëherë mos u dorëzoj. Kjo është moto, apo si me quajtë unë, çdo herë kam në krye që mbështetja në Zot që mos dorëzohesh. Kaq. Okej, që kjo është ma e bukra, edhe realisht që qëndron edhe ka shumë rëndësi, ka shumë peshë si frazë edhe asnjëherë e përmendim pjesë mes rreshta dhe pjesën e dështimeve, kështu që kriti kalojnë ato ujët e ngritjet që pastaj rezultojnë edhe me sukses. Më duhet falenderu tepër shumë për kohën.